unë e kam dy pyetje që kisha dashur me sqaruar ty. Ti ke qenë një nga aktivistat e hershëm, domethënë, të luftës njëherë për me heq Serbinë prej këtujt, mandej për ndërtimin e shtetit, edhe në përgjithësi e ke luajtur një rol prej katalizatori me disë forcave polarizume politike, edhe jo me shumë letë, po megjithatë në një kohë, do më thonë, njerëz të jenë bashku, edhe në Rambuje dhe para Rambujes, po edhe në Vjenë, edhe çka mendon ti se çka pengon, si mund të kalojmë këtë luftën ashpër politike që është e antagonizuar në Kosovë, edhe cila është përvoja në atë kohë jote atë. Qa këshu mujtë me bona intelektualt me ka përcy këtë që unë e quaj lufta primitive politike për pushtetet. Po në Rambuje kemi pas në dy situata historike të Kosovës, kemi pas një thirrje për unitet. Ajo thirrje ka qenë e vullnetit mirë, natyrisht. Por mos harrojmë në të dy rastet ka ekzistuar një thirrje për unitet ma shumë prej forcave të jashtme. Më thonë, në Rambuje ne jemi bashku sepse mas madhe e kanë kërku Amerikanët. Edhe ata kanë dalë si garantues të bashkimit tonë. Në delegacionin në Rambuje, ne kur kemi shku në Rambuje, unë si kam njoft disa prej njerëzve aty në atë delegacion, s'kam pas në përvoj me ta. Por mësimi i Rambujes ka qenë që janë disa mësimi pozitiv është që me pak ndihmë në këtë rast të Amerikanëve, megjithatë kur jemi ullë bashkë në një tyrezë, kemi mrit të bashkëpunojmë edhe kemi pas... Qëllimi ka qenë i njëjtë. Për shembull, pjesa ma dinamike e delegacionit tonë kanë qenë Jakub Krasniqi, Femi Agani, Blerim Shala, të cilët kanë qenë bashkë në një ekip, në një grup punus. Natyrisht edhe të tjerët, po flas po e marr si ilustrim të tre njerëzve të ndryshëm prej tre profesioneve të ndryshme. Jakub Krasniqi ka qenë jashtëzakonisht një frymë pozitive, e cila ka dashur, Jakubi ka dashur. Ashtu është dhe përvoja jeme në kuvend me to. Me i bashku njerëzit edhe me bashku me ta. Kjo ka qenë pozitivja. Negativja ka qenë pastaj që në Rambuje ne kemi qenë shumë afër dështimit. Edhe kemi qenë disa orë larg dështimit, disa minuta larg dështimit. Dhe atëre kupton se historia mund të, në një moment kur të përcaktimi rreth një udhë apo një udhë tjetër, të mund të shkosh në një udhë mënyrë dramatike negative. Po të kishim dështu në Rambuje, historia jonë do t'ishte krejtësisht ndryshe. Kjo do të thotë që as vullneti i mirë i superfuqisë nuk mundet me detyru me bashkëpunu se ti nuk dënë. Më thonë, përkundër faktit se kemi pas Madeleine Albright aty në Kështjell, ne kemi qenë shumë afër dështimit për shkak të mos pajtimeve të brendshme nga disa Po në atë kohë ti ke lujt, megjithatë ke kontribu që ti këtë qasaj. Une është dasht atëherë të gjejmë një formulë dhe propozova në mënyrë që ne ta pranojmë. Këtë formulja u prezentova ministrave të jashtëm me një obligim. Me një obligim që të kthehemi pas 2 javësh. Po ishin 2 elemente të cilat i propozova dhe cilat hynë në si dakordimi i përbashkët. E para ishte që ne e pranonim dokumentin, e dyta që e pranonim që mos të ndryshoj, sepse dokumenti mos na fusin në rinegocim i cili do ta zbekte dokumentit. Dhe këtë ja prezentova ministrave të jashtëm, atëherë ishte Lamberto Dinja i cili bënte zhurmë kundër nesh, ishte pozicion të Serbisë, dhe ai pyeti, a do të thotë kjo që ju e pranojnë? Thash, po, si shkruan këtu, ne po e pranojmë, do të kthehemi mbas 2 javësh, do ta nënshkruajmë këtë. Dhe kjo e shpëtoi pozicionin tonë
politik. Në Vjenë, po ashtu kemi shkuar me insistim të mezhve tonë ndërkombëtar të përbashkuar, kriju grupi. Duket që në Vjenë ka funksionu pak më mirë. Ka funksionu shumë më mirë, sepse ne ishim në kushte krejtësisht tjera, nuk kemi pas rrezik për jetë. Edhe për jetë edhe dyta në atë ekipin e unitetit, për shembull ne kemi çu dokumentat e ekonomisë. Po. Jo na aprovu një zëri pa të lënë. Krejtësisht edhe siç e ke pa kur kemi shku në negociata i kemi mbrojt, keni ardhi te, ka ardhi Isa, kanë ardhur shumë njerëz të tjerë. Dhe më thonë, kemi mbrojt pozicionet pa kur farë. Ka egzistu një unitet? Ka egzistu një unitet, ka egzistu një respekt i madh. Pastaj disa për njerëzve në atë grupë të unitetës kanë qenë shumë të interesuar për çka po ndodh negociata, po a dalim zgjedhje njerë. Edhe pastaj shumë. Por ajo është pjesë e jetës, do më thonë, duhet me konsideru... Do më thonë, nuk është e pamundun kjo punë me funksionu. Jo, nuk është e pamundun. Në të dyja... Unë po mendoj, më falë, veç me të pak ne. Unë po mendoj që kur nalësh me këshyrë, çështjet vitale të shoqërisë, çështjet e pavarësisë, forcimit pozicës ndërkombëtare, do krejt, nuk ka ndryshime njerëzit këtu. Do më thonë, tonë njën që aty nga në sensa, që aty në problem. Tash, ku është problem? Problemi është që ti po mlen mu bo. Pushtet ose, do më thonë, problemi është ti mune zbërthen ma mirë se unë e këtë problem. Ku është problemi që nuk mujnë me i pasë që thate 3-4 sene në asot dekociatat të servisë, që të sene me qenë njëjtë edhe me dalë që atëherë për privatizim. Do më thonë, astash s'po mujnë. Po, në të dyja rastet, Vjena edhe Rambuje, tregun se ti, kur e vendos një objektiv, atëherë lidhesh rreth objektivit. Ty thu, objektivi në Rambuje ka qenë që të çlirohemi për Serbisë. Nuk ka qenë që të pavarësohemi, por ka qenë të çlirohemi edhe të krijojmë shtegun për pavarësi. Edhe këto i kemi mbritë si objektiv. Atër mbaj mend njeni prej ekspertëve na dërgon një vrejtje prej ekspertëve që ishit mbledhur në Prishtinë, thot mos pranoni kur gjo pos pavarësisë. Edhe nisja një fjalin e parë, ne nuk pranojmë asgjë pos pavarësisë. Ndërkohë që ne kishim pranuar me shku në Rambuje me kushtet e grupit kontaktit që thoshin që nuk ka pavarësi në ato negociata. Ne e mbritëm që të qelim shtegun drejt pavarësisë dhe kjo ishte e arritur në madh. Në Vjenë, po ashtu, ka pas njerëz që thoshin s'bën me pranu pavarësi të kurzume. Veç pavarësi, s'bën asnjë send tjetër. Po mirë, po ty të kam pru në deri në atë pikë ku ti e thu po pavarësi, dhe ty e të kurzume, kurzimi ka qenë që të kemi ICO, që të kemi këtë... Peter Faith, ta kemi, së bajka asnjë problem. Aja në shkruj këta e në regullë dhe të njëtë jeta, me ka që mbara. Natyrisht, ka pas çmimet randa që duhet me pagu, në atë kohë duhet me pagu në Rambuje, edhe me kalu në për luftë, në për bombardime, në Vjenë, është dashur me i pranu disa gjërat të cilat në kushtetut nuk e kishim pranu në kushtet normali. Por këto janë pjesë të ecjes. Tash jemi te çështja e identifikimit cilat janë objektivat tonë. Dhe objektivat tonë, nëse i kemi 3 për shembull, dhe më thonë, pozicioni rreth negociatave me Serbinë do duhet ishte pozicion unikal. Nuk ka pse të shtyhemi. Mendoj që janë do çështje cilat një parti nuk mundet me marrë përgjegjësinë, cilat do që tjetë. Me Serbinë, duhet me marrë shembullin e Rambujës edhe shembullin e Vjenës edhe me qenë përgjegjshëm krejt aktert, edhe aty me thonë pa marrë parasysh kush është pushtet, ulmi edhe diskutojmë se unë nuk shkra që ka dallime mëdha, që është zërë mi bëhat konsensusat. Nuk është. Më thonë, aty më bëhat disa gabimet mëdha në të kaluarën, në negociata me Serbinë, por ato gabime prap duhet të korrigjohen bashkarisht, jo njëri kundër tjetrit. Por këto 2 objektiva tjera do të kërkonin një mençuri shumë të madhe. Qashtë. Do më thonë, një evidencë. Një shkolla
Po. Dhe shëndetësia do të kërkojnë një konsenzus të plot shoqëror. Po. Edhe një mençuri historike.